Manifestimi i shpirti kosmopolit i Omer Kaleshit që u mbajt në Qendrën për Kulturë në Kërçovë zgjoi një interesim të jashtëzakonshëm tek publiku i Kërçovës, një eveniment i organizuar nga vendi i origjinës të piktorit të madh Omer Kaleshi, i cili me veprat e tij artistike ka lënë gjurmë të thella në historinë e arteve pamore. Pikturat e tij u ekspozuan në qendrat më të mëdha kombëtare dhe ndërkombëtare. Përmes këtij eventi, kërçovarët e nderuan dhe kujtuan artistin e madh Omer Kaleshin, i cili njeriun e ktheu në art dhe artin në kujtesë. Omer Kaleshi lindi në Kërçovë, jetoi dhe veproi në Stamboll e Paris, por Omer Kaleshi ishte dhe mbeti një kosmopolit që u takon të gjithëve. Omer Kaleshi është një figurë e madhe e popullit shqiptar, i cili meriton nderin dhe respektin e të gjithëve, tha doktor Kujtim Kasami, organizator i këtij manifestimi. Të gjithë juve, pjesëmarrës të dashur, nxënës, prindër, mësues, drejtues të institucioneve, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, për kohën tuaj që keni nda, për ta kthyer në kujtesë dhe në këtë manifestim ta kujtojmë artistin e madh, piktorin Omer Kaleshi. Sepse në shekullin e 20, Omer Kaleshi është një ndër artistët më të mëdhenj të kombit tonë. Motivi për të bërë këtë iniciativë, këtë manifestim, ka qenë për mua shumë i thjeshtë. Në një intervistë të Omer Kaleshit të Ndjerit, kam dëgjuar këtë thënie të tij. Unë tha, nuk lej fëmijë pas, por pikturat e mia u alej shqiptarëve të mi. Dhe ky moment ka qenë motivi kryesor që unë së bashku me shumë shok të filloj dhe të përgatisim këtë manifestim për ta kthyer në kujtesën tonë, në prezencën tonë, për gjenerata që vinë, për ta njohur këtë figurë të madhe të kombit shqiptar Omer Kaleshin. Pikturat e tij u ekspozuan në qendra të mëdha, si kombëtare por edhe evropiane, në Prishtinë, në Shkup, në Tiranë, në Stamboll, në Paris, në Romë dhe në vendet e tjera evropiane. Por fatkeqësisht do ta them kështu me bindje të thellë, shumë pak është bërë për këtë njerëz të madh, për këtë artist, për këtë piktor në vendet tona. Le të jetë kjo një piknisje që secili më pastaj të ndërtojë këtë rrugtim dhe për ta vënë në vendin e merituar piktorin e madh Omer Kaleshi. Historiani kërçovar Ilmi Veliu para të pranishmive prezentoi disa pjesë shumë interesante të bashkëpunimit me Omerin, përfshirë këtu edhe rrëfimit e fëmijërisë që piktori i madh Omer Kaleshi i kishte shpalosur si përjetime të veçanta nga vendgjindja gjatë periudhës së luftës së dytë botërore. Për t'ia plotësuar dëshirën Omer Kaleshit, unë e bëna edhe një lloj sule dhe ai e pikturoi kokën time me këtë kësul dhe e kam pikturën e Omer Kaleshit në shtëpi. Omer Kaleshi ishte vllau i Hasan Kaleshit, familje nga Sërbica, djemtë Hoxhës së Sërbicës, Ahmet Hoxhës. Dhe unë kam qenë student i Hasan Kaleshit dhe kam dhënë provim, i vetmi kërçovar që kam dhënë provim para akademikut Hasan Kaleshi, dhe kur i tregova Omer Kaleshit, tha, atëherë ti do t'jesh, masi ke qenë student i Hasan Kaleshit, do t'jesh edhe shok dhe miku jem. Dhe vazhdimisht kemi qenë bashkë, dhe për të gjitha gjërat dhe sendet që e interesonin për historinë e Kërçovës, i bisedonin bashkë. Pra kërkoj të shkonte edhe te Sultana, kërkoj të shkonte edhe në shumë vende tjera, por i kishte mbetur zhek që i vogël kur ai 1943 gjatë luftës dytë botërore, nëna tona sa na morën neve fëmijëve, ai ka qenë 10 vjeçar,
dhe në kanë mshef të birat e dheltnave. Birat e dheltnave janë në Zhubrin, kanë fshatit Zhubrin, dhe kur erdh, tha, duhet të më qosh të birat e dheltnave. Po thashu nuk e di, zoti Omer ku janë, e thirrëm Begzat Rahmanin, edhe i gjetëm ku ishën birat e dheltnave, edhe ajna e skjaroj se tha ne si fëmijë rishëm dhe lunjëm më shifeshim të birat e dheltnave dhe e nxirrshim vetëm kokën. Dhe prej aty më ka met tha ajo huji edhe tradita që unë ta pikturoj vetëm kokën dhe jo të gjithë trupin e njeriut. Edhe pse tha kisha probleme të mëdha me babain tim, për shkak se ai ishte tha hoxh, ishte imam i Sërbicës, edhe vazhdimisht tha më thoshte që lene atë zanat, lene atë punë, dhe tha unë u detirova pasi kreva studimet e pikturës në Istanbul, u detirova të hik për Istanbul dhe të shkoj në Paris. Dhe atje të vazhdoj me punën teme. Dhe Omer Kaleshi është një piktor me famë botërore dhe lumë shqiptarët që e kanë, po lumë edhe Kërçova, edhe pse ne si Kërçovar nuk kemi pas shumë respekt ndaj tij dhe nuk i kemi bë atë që kërkon të aj, se vazhdimisht thoshte unë pikturat do t'ja op falas, do t'ja op papare, vetëm duhet ma rregulloni një vend ku duhet të qëndrojnë ato piktura, por unë gatru puna e virusit edhe mbetën, e tash pikturat kanë shku në Stamboll dhe ne nuk do munemi ma t'i gjejmë, por si do qoftë, duhet të përshëndetet kujtimi për organizimin e këtij evenimenti, për shkak se njerëzit, personat e famshëm dhe personat historik, ne nuk duhet t'i harrojmë, po duhet vazhdimisht t'i përkujtojmë dhe që mos t'i harrojnë edhe gjeneratat që vinë për mas. Maestro Omeri jetonte me Kërçovën, qoftë në jetën e përditshme, qoftë me veprat e tij të shpirtit që kishin motive nga vendlindja. Donse ishte kosmopolitan, ai Kërçovën e mbante gjithmonë me vete, tha në fillim të fjalës së tij bashkëpunëtori i Omer Kaleshit, profesori universitar Dr. Ilir Mehmedi. Unë do mundohem në pikat shkurta të tregoj disa sekvenca të jetës të maestro Omerit, se kisha dëshirë kështu të athirë për herë. Ai për herë jetonte me Kërçovën, qoftë të banesa vete, qoftë gjatë jetës përditshme, qoftë në intervistat të ndryshme, ju e kini dëgju për herë e flitte dialektin e Kërçovës, edhe pse ishte kosmopolitan, si do qoftë Kërçovën e mbante me vete. Do mundojmë t'ju shpjegoj një sekvencë se si erdhi deri te marrja e çmimit Nën Tereza, për shkak asaj se maestro Omeri për herë e justifikonte veten që është shumë i ngjashëm me Nën Terezën. Do me thënë, thoshte Nën Tereza ka lind Shkup, pastaj o shkollu në Londër edhe ka vepru në Kalkut. Të njëjtën Omeri ka lind Kërçov, siç ju tha, ka studiu në Stamboll dhe ka vepru në Paris. Edhe një iniciativë jona me një grup të studentave të artit këtu, Artaktu se ka pas emrin Shoqata, u bë iniciativa në parlament aplikumi, për ishte shumë lehtë të aplikosh për Omerin, se veprat e atit ishën atë shumë sa që nuk i kishëm vështirë për ta fitu çmimin, edhe çmimi u fitu edhe atit ju realizu dëshira. Një send du të apotetësoj këtë lekët pare që i fitoj, për çmimit e aja dhuroj asaj Shoqatës. Mysafir special i këtij manifestimi ishte piktori i njohur kërçovar Zeni Ballazhi, autori i logës së 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar dhe fituesi i shumë çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai në fjalën e tij prezantoi detaje të rëndësishme nga jeta dhe veprimtaria e ngjeshur artistike e piktorit me përmasa botërore Omer Kaleshi. Ju falenderit për ftesën, për të qenë pjesë e manifestimit shpirti kosmopoliti Omer Kaleshit.
përgëzimi i Institutit Akademia për manifestim të qelluar, pasi rrallë herë bëjmë aq sa duhet për artistët tanë, por Omerin është folur shumë më tepër jashtë se sa tek ne. Referencat për të janë të panumërta. Unë do të them vetëm disa fjalë mbi krijimtarinë e tij. Për atë që ai e ka thënë më së shumti përmes veprave të tij. Omer Kaleshi, 1932-2022. Omer Kaleshi njihet si një artist i rrallë i pikturës moderne, i cili la gjurmë në historinë e arteve pamore në vendin tonë dhe në botë. Vepra e Omer Kaleshit pata fatin ta njoh dhe studioj nga afër si dhe natyrën e tij prej artisti shumë vite më herët, duke hulumtuar rreth veprave dhe artistëve të veçantë nga vendet tona. Personalisht e njoha në vitin 2003 në Galerinë e Arteve të Kosovës në Prishtinë. Dhe nga atëherë, sa herë që ka ardhur në Kosovë, jemi takuar, falë edhe angazhimit të madh të ndjerit Çani Mehmeti, i cili së bashku me zotin Qemal Murati shkëmbenin biseda nga më të ndryshmet. Omer Kaleshi ishte një piktor i përmasave botërore, i cili me eksperiencën e tij artistike shfaqi një profil krijues mjaft të veçantë. Pikturat e tij bardhin në vete një histori personale të autorit. Nëpërmjet rrugtimit të tij jetësor, ai ka dhënë mesazhe të ndryshme sociale, të dhimbshme dhe nganjëherë tepër dramatike. Interesimi dhe preokupimi kryesor i tij ka qenë gjithnjë portreti, fytyra, brenga e njeriut, trishtimi, dhimbja, gëzimi i tij. Tablot e Kaleshit janë e gjitha një dramë e thellë njerëzore, e cila përcillet nga ato portrete të shumta barinjësh, dervishësh, grash apo fëmijësh në stacionet e trenave që nxitonin të ushqenin me shporta frutash në dorë udhëtarët që shkonin larg. Duke shikuar portretet e Omer Kaleshit, vëren gravitetin e rëndë të jetës dhe njeriut, zymtimin dhe vuajtjet sizifiane gati në mënyrë stoike në dramën e vërtet ballkanike. Ka vite që punojmë në këtë dramë, thoshte ai. Pikturat e tij të para reflektojnë një stil abstrakt ekspresionist me tekst të veçantë të imazhet e ardhura prej fëmijërisë së tij dhe vitet e para të adoleshencës në Jugosllavi, në vendlindje. Por periudha që formoi tiparet dhe karakteristikat kryesore të individualitetit të atij artistik, si piktor original, për herë nga seria e portreteve me origjinë nga mjediset sociale e urbane të Anadollit, artisti ka zgjedhur pamjet e zymta gati asketike, duke transfiguruar mungesën e shprehjes së rrokshme të stilit realist në një stil ndryshe, ku tani më bëhet aktive, imazhet amorfe, si në mishërim të shisave të zakonshme, pamjet si të rëndëmta, fytyra të përvuajtura, herë të buhavitura dhe herë në një trishtim rëndues, ku shprehet vetmia dhe jeta e njeriut nëpërmjet drithijes ngjyrave. Nga viti 65, Omer Kaleshi u vendos në Paris, Francë, dhe jetoi dhe veproi aty deri në jetën e fundit. Rinine ka kaluar në fshatin e Lindjes, në tokën e shqetësuar të Gadishullit të mbushur me male e gjak, sikurse ka edhe emrin Ballkani, vendi i popujve epik, trima e të minishëm të Evropës. Shpirti i tij u ngjis dhe frymoi tek ajo rrethinë e botës, ngjarje tronditëse të së cilës zotruan ekranet e televizioneve botërore në vitet e fundit të mijëvjeçarit. Shkollën e mesme liceun artistik e mbaroi në Shkup në 1950 dhe pas 6 viteve në 56 emigroi në Turqi, më pas në vitin 59 filloi studimet për pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura në Stamboll. Gjatë studimeve në Turqi bën edhe disa udhëtime brenda vendit, ku përshtypjet e tij të para do t'i gjejmë në tablote më vonshme, sikurse qenë figurat apo portretet e barinjve dhe dervishëve. Në vitin 63 i mundësohet hapja e ekspozitës personale në galerinë Robert College të Stambollit. Sipas kontakteve me botën e jashtme, merr pjesë gjithashtu në ekspozitën kolektive shtetërore të pikturës e skulpturës dhe aty fillon udhëtimet nëpër Evropë. Mbron studimet në vitet 65 dhe hap disa ekspozita radhazi në Ankara, Beograd, Shkup dhe më pas në Paris, aty ku vendoset për të jetuar. Në vitet 67 dhe 77 vazhdon me ngulm në artin e pikturës, duke rritur cilësinë dhe duke krijuar gjithnjë më shumë profilin e tij artistik,
me pjesëmarrje dhe hapje të disa ekspozitave personale e kolektive, ku ndër më të rëndësishme ishin Salloni i Pikturave të Pavarura në Hag, në Sallonin Ndërkombëtar të Pikturës Salloni i Realiteteve të Reja, Qendra Kulturore 17 në Paris, në Lecce të Italisë, Salloni i Majit, si dhe ekspozitat e tij në galeritë qendrore në Prishtinë dhe në Shkup. Në vitet 79-89 merr pjesë në Sallonin e Ri në Paris, si dhe ekspozitën kolektive në Institutin e Audiovizualitetit dhe Sallonin e Arteve Franceze, por në Paris. Udhëton në Amerikë dhe Kanada dhe për herë të parë vjen edhe në Shqipëri. Në 90-2000 vazhdon hapjen e ekspozitave personale dhe merr pjesë në sallonet e ndryshme të arteve figurative në Paris, Stamboll, Moskë, Izmir, Egjipt, Spanjë, Zvicër, Shkup. 2001-2004 vijon në mënyrë intenzive paraqitjen e krijimtarisë së tij, ku ekspozita më e rëndësishme e tij është edhe ajo që u hap në UNESCO në vitin 2003. Ciklet e tij piktorike, drama ballkanike dhe kokat mbi fill apo litarës, shtoshtaj, tërhoqën shumë mendimin kritik botror. Historian, poet, shkrimtar dhe njohës të arteve pamore që të shkruajnë dhe të shprehen gjerën e tone entuziaste për krijimtarinë e tij. Ndër ta mund të përmendim Jacques Lacarrière, Ismail Kadare, Luan Rama, Luan Sarova e të tjerë. Lacarrière i mundsoi Omer Kaleshit që të ekspozojë edhe në shumë galeri, si Galeria La Corne Bleue në Paris, Art 50 e tjerë. Lacarrière me pikturat e Omer Kaleshit u njoh për herë të parë në vitin 91 gjatë një aktiviteti të organizuar në UNESCO për 750 vjetorin e poetit Yunus Emre me një përzgjedhje tablosh nga seria e dervishëve dhe barinjve. Omer Kaleshi me veprat e tij do të mbeti pjesë të trashëgimisë dhe historisë së arteve pamore edhe në vendin tonë. Vepra e tij le të na shërbejë si frymëzim dhe rrugtim në rrugtimin tonë të ardhshëm, neve dhe gjeneratave që vijnë pas. Do ta kujtojmë me mall, respekt dhe krenari. Pjesë e këtij manifestimi ishin edhe këngët e bukura të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme të Kërçovës, si dhe pikat muzikore të artistëve kërçovar Jetmir dhe Burim Mehmedi. Publiku kërçovar e mirëpriti ngrosisht prezantimin e aktorit nga Tetova, Arsim Fazlia.